çka e helmon në zemrën e çdo njeriu është teprimi në biseda pa nevojë. Shikoni, gjuhën që Allahu xhelleshanuhu është një begati që Allah ja jep njeriu. Allah kur e krijon njeriu në formën që jemi sot, ja jep edhe gjuhën, e cila është një nga begatit më të mëdha të njeriu, që ja jep Allahu xhelleshanuhu. Sepse me këtë gjuhë që e ke ti dhe on, ne mujna me dëshmu se Allah është një. La ilaha illallah. Mujna me dëshmu se pejgamberi alayhis salam është pejgamberi i fundit. Mujna me dëshmu për punët e tona. Mujna me fol fjalë të mira. Mujna me afru njeriu. E mujna me bo shumë punë të mira, mujna me fitu xhenetin, që thot Ibn Kaimi me 4 fjalë ndërtohet xheneti, duke thonë subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Andaj duke ti e përsërit fjalët e mira të cilët na ka kallëzuar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, ti e fiton xhenetin. Por edhe kjo gjuhë ti mundesh me fitu edhe xhenemin. Me gjuhë ti e fiton xhenetin, me gjuhë ti e fiton edhe xhenemin. Me gjuhë ti mundesh me afru njeriu, me gjuhë ti mundesh me largu edhe njeriu. Andaj gjuha është helm çka ti e nxjerr nga goja jote edhe mundet me depërtu të njeriu, po mundet me dal edhe mjalt nga goja jote që ti me afru njeriu. Është një krijesë e vogël e çuditshme, por ka shumë peshë të Allahu xhelleshanuhu, nëse ti e shfryzon për të mirë, pa dyshim se kime pas se vapin të Allahu. Nëse ti e shfryzon për të keqe, krejt punët e tuja do të shkojnë huç. Andaj Muadh ibn Xhebeli, kur vjen te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i thot ja Rasulullah, akhbirni, më trego mu disa punë nëse unë i punoj, do të hi në xhenet edhe do të largohem nga xhenemi. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i thot, fale namazin, agjëron Ramazanin, jep zakatin, shkon hax. Pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam i thot, apo don me tregu për dyert e mëshirës? Ky sahabi thot po. Pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, a dëshiron për kokën e shtyllit të kësaj apo kulmin e saj të islamit? Është namazi e kështu me radhë. Pastaj në fund thot, a don me tregu thelbin e gjithë kësaj çka e thash? Se është hadithi shumë i gatë. Thot thelbi i kësaj muhabeti çka unë ti përmenda, e ky sahabi thot po ja Rasulullah, më ka thot cili është thelbi i kësaj muhabetit çka ti neve na duhet që ne ta punojmë që me hin xhenet. E pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, emsik alayka lisan. Zotroje gjuhën tënde. E kapet gjuhën pejgamberi asaj me duart e veta dhe thot, zotroje, shiko, bëu zotri i gjuhës tënde, se fjalën para se me hedh fjalën tënde, ti je zotri. Momentin që ti e hedh fjalën tënde del nga goja, atëherë moti nuk je zotria së fjalës. E për këtë shkak pejgamberi alayhis salatu wassalam i thot Muadhit, zotroje gjuhën tënde, ki kujdes çka flet. E Muadh ibn Xhebeli thot ja Rasulullah, a thu vallë Allahu ka më na pyet edhe për këtë gjuhën tonë? Çka kena me fol dunjë? E pejgamberi alayhis salatu wassalam thot thekulet ka ummuke ya Muadh. Të ka majtë nona për strandi. Çash naiv që pas kërkon, o Muadh, ditën e kiametit shumica e njerëzive do të hinë në xhehenem për shkak të gjuhës të tyre të cilët ata kanë fol, thash e thënë. Njerëzit kanë me në xhehenem duke u zvarit me ftyrat e tyre si pasoj i gjuhës të tyre. Për këtë shkak xhamat e pranishëm, është një rregull në Islam. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw yasmut. Kush i beson Allahut dhe ditës së gjykimit, le të folë fjalë të mira ose le të hesht. Padyshim se njeriu kur fol, ose fol fjalë të mira që duhesh me e thonë, ose ka me fol fjalë të këqija që duhesh me hesht, se ti ke më përgjigj ditën e kiametit. Allahu thot ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo fjalë njeriu çka e hedh, i ka me laçë çka e regjistrojnë, edhe ditën e kiametit kanë me thonë, o ti filan pse e thave? A e mendova atë punë? Për këtë shkak
Hasan el Basriu thot, gjuha e besimtarit shkon pas zemrës. Muslimani fillimisht e mendon me zemër, pastaj e thot, kurse gjuha e munafikit është para zemrës. Ai nuk e mendon atë çka e thot. Nuk e mendon atë çka e thot. E thot pastaj i bie pishman. Andaj kur vjen një njeri te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe thot ja Rasulullah, më kallzo mu disa punë, ama shkurt i bish. Mos ma zgat shumë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, mos fol diçka që nesër kemi ra pishman të Allahu xhelle shanu. Çdo fesat xhamat e pranishëm fillon nga gjuha, nga fjalët e tuaja. Çdo fesat mbohet çka bëhet. Fillon nga fjalët, nga gjuha jote ti çka e thu. Fesat apo çame, apo fitnë kështu me radhë, pastaj vjen ajo më e madhe. Ama fillimi është nga gjuha. Sikurse zjarret fillojnë nga ato spirat apo gacat e në fillim kur e ka e pastaj bëhet zjarri i madh. Andaj edhe fesadi, edhe telashet fillojnë nga gjuha jote. Gjuha fol e shpina në herë të banë bam, sepse nuk e mendon atë çka fol. Për këtë çka duhet të kemi kujdes, sepse fjalët e kota që s'kajnë nevojë me i thonë, ta di se janë fjalë apo helme çka e helmojnë zemrën tënde. Për këtë çka Sufjan ibn Abdullah Thaqafi thot ja Rasulullah, çka ke frikë më shumë ti nga unë, pejgamberi alayhis salatu wassalam thot nga gjuha jote. Ke kujdes çka fol. Sepse ki me dhonë gjevap ditën e kiametit për çdo fjalë ti çka e fol. E nuk po flasim për ata njerëz që bëjnë fesad, e thash e thome, e që i bartin fjalë, ajo mazallah është një prej gjunave më të mëdha të Allahu xhelle shanu. Por duhet kemi kujdes, nëse dojmë me fol, shiko, a thu vallë është fjalë e mirë, apo është fjalë e keqe. Nëse është fjalë e mirë thuje, nëse është fjalë e keqe, mbaje për veti. Sepse momentin ti çka e thu, ti ke me helmu dikan. Ti ke me helmu. E shkon ajo fjalë jote te zemra e ti. Me fjalët e tuja ti mundesh me afru dikan, edhe mundesh me e largu dikan. E jo rastisht është rregulli që e cekëm hadithën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ai cili beson Allahut dhe ditës së gjykimit le të fol fjalë të mira ose le të hesht. Andaj keni kujdes nga kjo helm, edhe pse shikoni, çdo gjuna, çdo mëkat është helm i zemrës tënde. Çdo mëkat, të cilët janë mëkatet e mëdha, janë helmues të zemrave tona. Nëse doni me ditë mëkatet të cilët janë, lexoni librin El Kebair, mëkatet e mëdha të Ibn Kathirit. Andaj lexoni edhe do ta shihni se i ka cek 77 mëkate të mëdha, çka njeriu nëse i bën ata janë helmues të zemrave tona, por ne do t'i cekim disa çka ne ballafaqohemi për çdo ditë, çka ne mendojmë që janë punë të vogla, ama te Allah janë punë të mëdha. Ne mendojmë se fjalët e tona çka i thojmë, çka apo e përshëndesim dikën, mendojmë që është punë e vogël, ama te Allah është e madhe. Ne mendojmë dhe një fjalë e folmi që nuk e mendojmë, a thu vallë ka pesh apo s'ka pesh, e nëse nuk është razia Allahu, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, 70 vite kemi hyrë në xhehenem për çat fjalë. 70 vite. Nëse njeriu e fol në një fjalë që nuk është i madhi Allah, razi me çat fjalë, nuk është i kënaqur, thot pejgamberi alayhis salam 70 vite kemi hyrë në xhehenem për çat fjalë. Me një fjalë ti mundesh mu afru te Zoti, me një fjalë mundesh mu largu nga Allahu subhanahu wa taala.